Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për një tjetër ngjarje të rëndë aktualiteti që ka ndodhur në fundjavën e kaluar me datë 26 qershor, ditë e njëjte, ora 20 e mbrëmjes, janë dhunuar pjesëtarët e një familje. Një nën me 2 fëmijë, me djalin 26 dhe me vajzën 21 vjeçe, zonja 66 vjeçare, e cila nuk e ka për herë të parë ardhjen e saj në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Përpara shumë vitesh ato kanë qenë prezent në këtë studio për treguar divorcin e vështirë me babain e 2 fëmijëve, i cili me sa duket i përndjek nëpërmjet fëmijëve, sepse dhëndri i fëmijët i ka dhunuar të gjithë familjen dhe si një rast urgjent ata kanë mbritur në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, siç po e shikoni edhe nga planet e regjisë, 66 vjeçaria është në lot pasi ndiqet vazhdimisht nga babai 2 fëmijëve, ish bashorti edhe pse kanë 20 vite të ndarë, jo vetëm që përndiqet, por mësohen edhe gjithë fëmijët për t'i dhunuar këta familjar. Jo më larg se sa dita e djeshme, ato kanë qenë ke Instituti Mjekësisë Ligjore, mjeku ligjor ka konstatuar dhunën, ne do t'japim të gjitha provat e dhunës ndaj këtyre 3 pjesëtarëve të familjes, ndërkohë që shenjat e dhunës ende janë në trupin e 66 vjeçares, por fillimisht le të ndjekim materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmata dhe shikoj që zonja Mereme Mergita, përshëndetje, mirë se erdhe, të shikoj që je shumë e shqetësuar. Do ta mbledhim pak veten, unë shikoj që në trupin tënd kanë mbetur shenjat e dhunës, në qoftë se mund ta tregosh pak krahun, baje pak. E ke bërë me akull. E ke bërë me akull pjesën e... Për plastik shumë, grushta të mundat. S'ka problem, se i kemi të gjitha fotot që ke pasjuruar, të lutem tregoja pak krahun kamerës, je ende me shenja dhune, ndërkohë që shikoj djalin tënd që të ngushëllon her pas here. Ndjekim regjia, ju lutem fillimisht materialin dhe rikthehemi në studio. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një familje në kryeqytet e cila vite më parë ka qenë pjesë e studios duke rrëfyer një divorc të vështirë. Një ngjarje e rëndë dhune është denoncuar nga një 26 vjeçar, djali i çiftit të divorcuar. Ai ka rrëfyer për redaksin se ai, motra dhe nëna e tij janë dhunuar fizikisht nga dhëndri i fëmijët. Ngjarja ka ndodhur pas një konflikti të hershëm familjar, që sipas të riut është nxitur ndër vite nga babai i tij, i cili është divorcuar nga nëna dhe prej kohësh jeton i shkëputur nga familja. Sipas dëshmisë të riut, sulmi ka ndodhur në banesën e tyre, ku dhëndri i fëmijët ka hyrë dhe ka ushtruar dhunë ndaj tij, motrës dhe nënës, e cila ka qenë duke u përpjekur të qetësonte situatën. Ai shprehet se konflikti ka rënë të thella që lidhen me tensionet e grumbulluara pas ndarjes së prindërve, ku babai ka vazhduar të ndikojë në mënyrë negative në ambientin familjar dhe marrëdhëniet me fëmijët. Vajza shprehet se babai gjithmonë ka gjetur mënyrë për të na përçmuar e për të na futur në konflikte, edhe pasi iku, vazhdoi të fliste keq për ne, të nxjisë njerëz të afërt ndaj nesh. Kjo që ndodhi është pasojë e gjithë atyre fjalëve dhe urrëties që ai ka mbjellë ndër vite. Rasti ngresh shqetësime serioze për pasojat afatgjata që sjell një divorc i menaxhuar keq në një familje, veçanërisht kur në mes janë fëmijët. Shpeshherë ndarjet nuk mbeten vetëm midis çiftit, por ndajnë e plagosin edhe fëmijët, të cilët përballen me pasiguri, ndikime negative dhe shpeshherë dhunë. Në shumë raste një divorc nuk shënon fundin e konfliktit, por fillimin e një vargu të gjatë tensionesh, sidomos kur mungon komunikimi, mbështetja sociale dhe kujdesi për shëndetin mendor të fëmijëve. Kur ish-partnerët nuk arrin të vendosin kufi të shëndetshëm dhe të respektojnë rolin e tyre prindëror, fëmijët mbeten viktimat e para të një lufte të ftohtë që nganjëherë përfundon në dhunë të hapur. Falenderoj kolegen Anila Akmataj për profesionalizmin në këtë kronik të pasqyruar
çdo detaj të asaj çfarë do diskutohet në studion e emisionit Me zemër të hapur, duke sjell edhe një herë në vëmendje se kush është historia që kemi trajtuar vite më parë, por që vazhdon të jetë aktualitet edhe sot. Me mua në studio zonja Mereme dhe Briken, ju përshëndes edhe një herë, besoj se e keni marrë veten, e pat pak më përpara nga arkiva edhe disa herë të tjera keni qenë pjesë e kësaj studioje, nuk keni ndryshuar pothuaj se fare, vetëm se nuk keni ndryshuar asnjë detaj të përndjekjes që bën ish bashorti yt, paktën këto janë dyshimet tuaja, nuk e di se sa I keni të vërtetuara apo jo, por mua duhet të ndaloj tek ngjarja e fundit e 26 qershorit e ditës së njëjtë, rreth orës 8 të mbrëmjes, çfarë ndodhi? Ai kishte fshi e bë për erë. Kush ai? Fqinji? Dhëndri. Dhëndri Po komshinit? la një herë e keqe, merr udh gjithë afër derës. Ai jeton bashkë me vjerrin? Po, me vjerën. Po? Thash, pse udh një lumi ke dera? Doli ai si cup. E jo herë, kush e di sa herë. Po? Kapi çunin grushta afër derës. Goca tu e nda, goca tu nda vllajën e vet. Ai tashi gjute gocës grushta. Tani, ju ja thatë dhëndrit të Po, unë I thash, ke dera, pse udhni lumin. Pse hidhni lumin? Por ere udhat, e? Po. Hap derën Po çfarë punë kishte me Brikenin? Po. Se Brikeni është edhe një person... Doli Brikeni ke dera, doli grushta direkt, ati tu I gjytë në kokë, si që I gjutë ai. Brikeni ka dhe probleme shëndetësore. Pse me Brikenin? Brikenin ndërhyri? Ndërhyri Brikeni, sa ju sulmu mu me më gjytë grushta. Pra, aji të sul ty për fjallën që ti the dhe aji vazhdoj të grushtonte Brikenin. Po, ke dera mri. Edhe motrën ti me Sarën e E gotën e grushton. grushta të gjusë ajo ndo të me nda këte. A I të shi kemi 20 vjet me këte Hajdar me Magen. Po, Qiti dhondin e vet në rifte. po. Ajo vjera vet si cupe, goca gruja vet, bje derës me shilma, shalafet pista ke dera këtit, që si dalim në jashtë. Unë I them këti mos fol, bo si kur s'kupto. Po. Ky nuk flet. Me shoqet e veta kjo Denisa, e ka shalafet pista çunin kur kalo. Ky si ka fol as I llafe. Si I kom thonë unë mos fol për as I jo. Kush të ngasi rrugës mos fol fare, bo si kur s'kupto. Zonja Merime, këto janë probleme shumë të rënda. Ju të paktën Kemi 20 vjet kështu. Po pra, keni njoftuar policin e zonës? Morën policin dhe nuk na erdhën. Policia nuk na erdhi. I tha çunit hajde ikim të tre atje ke rajonin, 8 darkës. Ne të flasun. Po? Po? Flasë shumë asë e folti. A I dhe si në erdi policia, shkum ke rajoni, thamë kështu na kanë zonu. I kisha te kokën tajnë me mudhi kështu. A I dhe si me grushta të më gjujtë mu, gocës e këtit. S'kishtë në gop me këte. A I dhe si, Po? doli vjera vet, gruja vet. Po? Shkum ke rajonin e, policia s'na erdi. Po? Shkum ke rajonin e, a I shefi na boni denancimin. Ishte Sabau, ishte oficeri policis, na mori kallëzimin, e thritën edhe atë, por më pas është lënë I lirë. Po? I thritën të dy, Hajdar me Magen dhondin e vetë. Po? I thritën ato, deri në orën 10 kam qenë aty unë, ato erdhën e u futën mrena aty. Tashim thanë më ato të policis hik shpi. Na dhanë ato me shku... Te instituti mjekësisht ligjore, na aprovon edhe shenjat e dhunës, edhe tha du t'i qëmë prokurori. Pra, materialet policia I ka referuar në prokurori dhe tek Instituti Mjekësisë Ligjore është konstatuar dhuna ndaj jush, I kanë nxjerrë fotot në fakt të regjia, po do doja të kishim edhe në ullin qendror për t'i parë edhe specialistët, por dhe vetë të ftuarit. Pra, janë shenjat që ti ke dhe sot në ballin tënd. E ka bo me akull të unë, se mund zi balli krejt, grushta. Vetëm për, shiko, ju thoni që gjithë kjo histori ka një prapavi 20 vjeçare. Edhe kur jetonte babai jon e futi këtë Hajdar me Magën, e goditi me shpull me amin tim dhe policia s'mori asnjë mas kundër atij. Po ishin vegjël kur do mroshin, këto do mroshin mu. Ma futi mrena në shtëpi, më dhi deri me shull, mra me shpull dhe I thote kape, te obori, 2 herë ma ka fut. Po. Policia mronte këte, se kjo kishe njerës, polici. U shkisha njeri. Shiko, në këto 20 vite, në policinë dhe sidomos komisariatin nëmër 4, janë ndruar punojësit e policisë. Dhe miqtë e këtij personi mund të mos jenë në polici. Pra, këto paranojat që
ka miq në polici, policia sapo e thatë që materialet ja ka referuar jo për ta marrë në mbrojtje rajoni numër 4. Kamat e komshiun njët aty më rujnë ke dera. S'ka nevojë, domethënë unë të marrë në mbrojtje komisariatin. Por përderisa materialet janë referuar, ju keni shkuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe është thirrur ky person, është lënë i lirë. Mirë, këtë çështje që është lënë i lirë është një tjetër problem. Druna dhe grushta, ti të s'kishte të ngopte. Gocës grushta, mu mulli për janë e këni. Miste me e kam bo me akullte që mga se mund zi kjo bali këtu. Pra, në këto 20 vite ju nuk keni marrëdhënie të mira, jo vetëm me këtë fqinj, por edhe me shumë fqinj të tjerë. Ju thoni që pas këtyre marrëdhënieve të këqija që keni me fqinjët, fshihet bashorti juaj. Pse? Ish tashmë. Sa ai ka një familje, ka 2 fëmijë. Po, ka një familje, maj familjen e vetë, maj fëmijët e vetë, me ne s'ka lidhje fare, as me gocën, as me qunin. Po pse fshihet ai pas? Ai nuk e mëson ajdarin tani ty rrai juve. Sa i kërkon pronën dhe shtëpinë që është në pronësitë në nënstime. A i do shpinë gjithmonë, thotë bëj deklarat emër mbi emër, ma japi shpinë e kam pavëstimur. Tjeklat vjetër e kam e zi rrugullova, mi kam bo brima komshit se janë të këqi, i kap kjo mrapa kurizi. Po pronën e babaj tënë, për çfarë do ish bashorti jo, se do jetoj fëmijët e tua aty? A i po të kishe diçka, këtë shpia ime, është privat shpia, ne të tre do na qiste për jashtë, me mendimet atit, me provat atit. Kam një magazin. A i ka qënë dhëndër brënda në shpinë tënde, ti e ke marrë... Kam një magazin, ke super... Ke seri kodra. Kam punu kaq vite, kam 20 vjetë aty, kam punu aty, kam ble vene punës. Pagoj me taksa, me gjitha. E derdha taksën të këti viti 300.000 lek. Kam gjoba 300.000 lek, se nuk kisha mundësi me i pagu në datë, se është me pjesë date ato. Ta si do i pagoj dhe ato, edhe vetë marë motra jo të veresie, më kanë dimu gjithë që i ka morë pa lek. Mora qërandje me datë 30, kisha frikë me shku me marë datë, me që marë qëranë. La mrova të policisë, më tha hikë pa merak. Mi dha lekët ke dera ju, mi dha lekët aty ke gjyra, i mora lekët e qeras, i boni quni gjithë aty ku kisha marrë veresie, shkova ja lava gjithve. Pra, zonja Mereme, trashëgimia e këtyre pronave nga babai jot ka bërë që ti t'ja dalësh mban vetë këto 20 vite nga divorci. I kam rrit vetë veresie të 2. Atëherë, gjatë kohës që babai, kur fëmijët ishim të vegjël, ne kemi diskutuar shumë vite më parë, në 2016 në mos gaboj, a mund të më thoni pak ka paguar pensionin ushqimor? Pensionin ushqimor, do të shkoshim ke rajoni 3, se si derdhe 75.000 lek ishin. Mushi goca moshe që marrë gjimnazin, nuk dha mo dhe s'kemi na punë mate. Po i ka paguar ai? Me policisë, se pa policisë i. Merë të policin telefon, bo dhe lënë si përçuni, 5 polica ke koridori ke i se njëshi. O Briken, të të pyë se sot ti e djalë 26 vjeç. Ti e mbanë mund kur ke qënë 9-18 vjeç bashkë me motrën. E takoj ti babaj, se babaj i jep të këto para me polici pa polici. Po pse nuk e takonit? Se s'dohet kisha lidhje mante, se m'ka bërë keq. Po mirë pra, Briken, pse nuk e treguat në gjukat ju këtë gjë? Sepse gjukata i ka vendosur ati babaj edhe takimet. Si që është detyruar... Jo, nuk ka vendosur takime. Nuk ka vendosur takime me ju, pse? Jo, s'ka vendosur takime. Këto, kur ishin të vegjël, shkoshin. Rishin nga të 4 dit, ku ishin klasë 2, goca 6 vjetë, shkoshin rishin atje. Unë i thosha më shko, e rafi mirë këtë shpi atje, zbath iku, me pandofla zbath kaj, se njëshi ka arke lagja di bronve. Edhe goca ka pa pisliqet atit, do i ke mami, ka thonë, sëri më këtu i kësëra i shpulla saj, ajo erdi shpi masni. Dhe që nga i moment fëmijët nuk ka shku mo. Shiko, ky zotëri ka ndërtuar jetën e ti dhe ka 2 fëmijë të tjera, apo jo? As du me dit fare emrin atit. Po mi pra, pse thua që a i më përndjek? Të përndjek se do të marri pronën? Më ndjek me makina, se unë mërësha gosën tuni 2, punot e ke suflaqe 3 vjetë, shkosha 10-20 ditë qa unë, dilte me makina, me vlajnë e vetë gjitha ne kur kalojsha unë. Kisha frik me kalu rrugës e rishin gjithur gacet aty. Mersha gosën të unë 2, 1 me të gjysë darkës, ke lagja di bronë e vishim të 2. Të 2, 2 femna mes notës. E hoqa gosën nga puna, se s'kisha mundësi ma, me dalë notën. Ditaj me makina, para mrapa. Shiko, lagjet janë afer njëra tjetërës, edhe ju mund të... Ke lagja di bronëve. Shiko, ju mund të rastisni me njëri tjetërin. Ajo nuk do të thotë që rastisia... A i kalonte me makina, aty vlaj vetë ky me makinë. Po ndoshta nuk po ju gjëmonin juve. Gjimbegeja është miku këtit, ditë e gjitha ne para mrapa. Pas të lutem, të mos përmëndim emra të personave që nuk janë... Jo, e femema që janë këto.
Zonja Mereme, të lutem, se duhet marri masa për gjithë emrat që a thoni ju të vërtetën apo jo, pra neve po na ndjekin. Po që them në rajoni kam thënë. Shiko, të gjithë emrat e përmendur, ne distancohemi nga gjithë to emrat, në qoftë se po na ndjekin drejt për së drejti, regjia do nxjerrë numrin e telefonit dhe këta persona të mbrohen, të paktën përballë jush edhe akuzave. Ai na kanë dhunuar, që ju thoni. Na dhunoi të treve, policia e liroi. Tani, ju jeni kundra lënies së lirë të këtij personi. Pra, ju thoni që ky person duhet të dërgohej në gjykatë për mas sigurie. Po, nuk është marrë asnjë masë, është liruar. Thot gjyqtarja mu, gjyqtarja, ai gjyqtar si kësaj? Që për urdhë mbrojtje, se morëm urdhë mbrojtje prapë në kundër babait, na e dha 1 muaj. Tani nga fqinji mos dalim tek babait, të dalim tek Po ajo fqinji është njërë. kryesorja që i bo këto. Kush është? Pra, ju thoni që ish bashkëshorti mëson fqinjët. Oh, bravo. A i mëson rrugisën gjithë. Shiko që dhëndri Hajdarit dolante shtëpinë e tij dhe do ta freskonte në këto ditë të nxehta, do ta bënte, por që llumin e sjell tek porta juaj nuk besoj se gjithë llumin e piset e vetë ke bërë. E kam mësuar ish burriot. Jo, po ai e futi Hajdar me maga, kur jetonte me ne e futi brenda në shtëpi, na dhunoi mamin me shpull. Edhe policia s'mori vite më parë, edhe atëre. Kur jetonte me ne, e goditi me shpull. Janë ato të klupit, ke Xhamdhiku ka klupin Hajdar me maga, ka dhëndrin e vet aty. Se nuk mund ta them llafën e piset, pse jo, që kalon. Jo, patjetër në transmetim. Se udh plenat atje, edhe shkoj blej bukë edhe do kaloj ke klupi atit. Qa janë ato pleq që janë aty, që pinë atje, gjithë nga si rrugës. E kuptoj. Edhe situata është bërë pa... Kjo bëhet për t'ju larguar nga prona juaj, me sa duket. Bravo. Ja, këtu më vjen keq. Pra që gjithë lagja aty, që është një lagje shumë e vjetër, nuk më me shumë vlera, të sillen shumë nda jush, mua më vjen keq. Pra ju nuk ndjeni rahat në lagjen tuaj. Unë jam lerit aty. Spia ime o 100 vjeçare. O prona babësim. Po mi pra, a i ka qenë dhëndër, a i ka qenë dhëndër. Një minut, zonja Mereme më vjen keq edhe për këto lotët që derë në studio. Ju jeni lindur dhe jeni rritur aty. Aty. A i erdi vite më parë dhëndër në lagje. Po, 15 vjetë në iti aty. Po, si ka qenë marrëdhënia juaj me lagjen për pare se të vinte dhëndër ky zotri? Që s'ka dashur as fëmijët e tij, thoni ju. A ka qenë marrëdhënie e mirë? Jo, nuk ka qenë. Edhe për para ardhjes së babait, burrit tënd. Jo, s'ka qenë mirë, ajo komshit këqi janë aty. Ja vetëm me pyet janë gjithë komshit këqi. Unë s'bojmë asnjë, shoh punën time sapin tim. Po shikojeni pra punën tënde edhe tani. Po, atë shoh. Më rrujnë ke dera kur dal kur iki, ose blej unë gjona i marrë verësie me fatura, si që lava dje që mora qeran. I marrë me fatura, marrin policinë së vjedhin të dy. Ato, policia më njefu mirë, që unë nuk vjedh as merë me pisligja, as kam bëjmë asnjë. Zonja Mereme, a mund të më thuash në gjithë të vite, 66 vite në lagjen e Dibramve? Aty jam derit. Po, a mund të më thuash pak sa punonjës policia janë ndruar? Se s'mund të jenë të gjithë punonjësit e policisë, të cilët kanë polici zonës. Do tërgojve një pjesë, po deshe? Tani, o njëri o tjetëri do flasi. Jo, flasë unë për një pjesë, për te, kur e nëzorat e nga shpia. Po. Vlaj vetë ishën policinë Durrës, erdi për drejt. E ka vlajnë policë? Jo, i ka vdek të ashtë i vlaj vetë. Po. Thotë mu, jipja jerë këtit, se po ta tërgoj ta mamë. Thash me këte nuk jetot më. Ka marrë 2 fëmijë të vegjël, kam shku ke rajoni. Mirë, qetësohu, pi pak ujë të lutem. Pi pak ujë. Jo, s'ka nga lëpë. Jo, të lutem. Dalim në hapësirën e dytë publicitare. Jo, 2 minuta ta them edhe këte se s'du me... Po. Qëlloj një policistë aty e kam pas shoku, kam qenë e re. Po ta tërgoj ta mamë. Ja dhashe kërkesën e gjykatës, i thash shu e kam problemin. Ai më thot mu, meri kalamajt i këshpi. Ky tha do vitë bëj deklaratat aty. Po. Zdu me e thonë emrin atit këtu. Jo, ca emra ti themi dhe ca emra mos ti themi. Jo, zdu me thonë emrin atit, se a i sa ka mundësi më ndihmoj. Po. Boftajra i ka familjen e vetë, a i sa ka mundësi më ka ndihmoj. A i Lulja e ka emrin, është kjera jo një 4. Shpëtoj mu a i, për këtyne. Ishte goca 6 vjetë, quni klas 3. Nesmer, kur s'ka anë shpia ju, unë jemi gëzu të 3. Gocës e ka raf në njerë, vetëm qunin, fut mu, fut qunin, 2 notës për jashtën. 2 notës jashtë kam pas qenë. Ka 20 vjetë këshu, këj policisë shpëtoj. Boftaj, ka familjen e vetë,
por të më taku nuk më tako, po ajë sa ka mundësi më ka ndimu. Qartë. Ate dua ajo është zemra ime, por ajë sa më ka ndimu. Mirë. Kaq. Mirë. Nuk kam bëj mas një, se çdo njëri ka familjen e Të lutem, zonja Mereme. Një arritur tashi, unë du t'jem e qetë për çdo gjë. Qartë, zonja Mereme, ti ke jetën tënde, je shumë vite divorcuar, mund të kesh në jetën tënde Pyesin sa herë kështu ai lidh me një këtë duash ti, dhe nuk ka nevojë të japësh llogari zotërisë i cili është i martuar, ka dhe 2 djem nga martesa e dytë, dhe të japësh llogari ti me kë i lidhur. Duhet ati se me qin lidhe mu me qin s'lidhe. Qartë, mirë, japim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio në pjesën e tretë të fundit. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Dua t'i kaloj fjalën më njëherë avokatit zotit Serian Mazreku. Kemi një 66 vjeçare e cila vetëm me datën 26 qershor të njëjtën e kaluar, vetëm përpara pak ditësh është dhunuar së bashku me 2 fëmijët, me Brikenin 26 vjeç të cilin e kam në studio dhe me vajzën e cila është 21 vjeçë. Ndërkohë që pretendohet që dhuna është ushtruar nga dhëndri i fqinjit, ai quhet zoti Hajdar. Ne distancohemi nga çdo emër i përmendur nga zonja Mereme ditën e sotme në transmetim të drejt për drejt. Kushdo që i është përmendur emri në këtë studio, poshtë ekranit, pas pak regjia do nxjerrë numrin e telefonit, por mund të kontaktoni edhe nëpërmjet rrjeteve tona sociale në Facebook dhe në Instagram. Keni edhe një numër celulari që mund të bëni pjesë e emisionit dhe të përballeni me të gjitha akuzat ditën e sotme. Ngjarja shumë e rëndë, ka shkuar në komisariatin numër 4, kanë marrë masat e menjëhershme, të gjitha materialet janë referuar prokurorisë. Çështja kryesore është që si do vijoj e gjithë kjo çështje pasi dhunuesi dhëndri i zotit Hajdar është lënë i lirë dhe frika mbetet ende ekziston tek kjo familje që me sa duket është e pambrojtur dhe akuzoi në mënyrë të drejtë për drejtë edhe babain e Brikenit edhe të vajzës, siç bashortin e zonjës Mereme. Zoti i lirë, nëse po na ndjek drejt për së drejtë, mund të bëni pjesë e emisionit me zemër ta, por avokat. Vis duhet të përgëzoj nënën për forcën, kurajën që me zgjidhje kësaj vështirësie ka rritur 2 fëmijë me e vetme në pamundësi të mëdha dhe në luftë të madhe me bashortin e saj. Në luftë të madhe me gjithë lagjen, sërish ka rritur të dalë e vetme, të rrisë dhe të jetë aq e fortë sa të mbroj fëmijët e saj nga çdo kujt që është munduar t'i dhunoj, përfshi fqinjen, përfshi dhe bashortin. Dhuna ndaj tyre është e përsëritur. Dhuna ndaj tyre është e përsëritur. Ajo çfarë ne diskutuam. Flasim për urdhra mbrojtje 1 vitin e kaluar, 2016. Është për të ardhur keq, për sa i përket policisë, pasi në momentin që ka dhunë të përsëritur dhe kur bëhet fjalë një dhunë që është e përsëritur jo një herë, më shumë se sa një herë, dhe janë komshi, janë që përballen çdo ditë me njëri tjetrin dhe nuk merret asnjë mas, as nga plotfuqishmi i zonës SPZ-ja për rehabilitimin e kësaj situate, për një marrëveshje mes palëve, ku mund bëhet pranë ambienteve të komisariatit policisë, për rregullimin dhe dakordsitë mes tyre dhe kush palë thyn këto dakordsi të procedohet, por ajo çfarë vjen keq është që pas aktit të ekspertimit mjekoligjor, kur është konstatuar dhunë e dukshme, dhunë e faktuar si në foto, japim gjitha fotot regjia, po? Edhe në aktin e ekspertimit. Pavarësisht se gjithë procedura është referuar në prokurori, kjo duhet kishte shkuar me një mas arrest me burg. Ose me një mas që të Varë që ka shkruar edhe Instituti Mjekësisë Ligjore, 9 ditë raport, me oficerët e policisë gjyqësore. raje e letë. Tani, policia kur dëshiron, ne diskutuam dhe psikologin, kur dëshiron, le këtë dojnë në burg. Atë që është për ta lënë në burg, nuk e lënë, një nën që është rrafur disa herë dhe këtu përveç se ai që është punonjës policie dhe është oficer i policisë gjyqësore, nuk vendoset para një nëne si t'ishte nëna e tij, pra, sepse ne jemi gjithë kultivojnë ndjenjën e empatisë, gjithë ne jemi zyrtar, punojmë në përzyra, kalojmë planin ke avokati, ju lutem. Por mbi të gjitha, në radhë parë vendosim planin moral njerëzor, kur përballemi me një të vërtetë që ne e shikojmë, një dhunë e konstatuar her pas here dhe çfarë ndodh, ti e lën të lirë. Ndërkohë që policia, organi i policisë, fotot e tjera ju lutem, ta lë minimalisht ta mbante 72 orë
dhe të dilte në gjykatë. Ndalojmë pak tu në shenjat e dukshme, këto janë të ditës së djeshme apo të ditës së njëjtë? Qershorit. Po, të njëjtës, por që shenjat vazhdojnë edhe sot jemi e martë, dhe mund ta bëjmë për llogaritjen shumë mirë që shenjat mbeten. Tani, sa e rëndësishme është ajo që është shkruar nga mjekësia ligjore? Është shumë e rëndësishme, por duke qenë përballë faktit që ai është i lirë, bie rëndësia e kësaj. Bie rëndësia sepse edhe nëse do dënohet jo me burg, po dënohet me detyrim paraqitje, 8 muaj, 1 vit, 6 muaj varet se si do jenë rrethanat e situatës deri në përfundim të hetimeve apo gjykimit. Por unë du të ndaloj të kjo. Pse ti nuk jep mas 72 orë dhe leret vendosi gjykata për t'i dhënë me kuptu edhe ti zotrije, sepse si që tha djali pak më parë, unë kam frikë të shkoj në shtëpi sot. Po sikur ai të më dhunoj prap. Ti mos u bëj marak, pas daljes në këtë Është vatër dhune, a duhet të parandaluar e gjithë kjo gjë, se më mirë të parandalojmë, se sa më pas të marrim masa të ndërhyjmë për shuarjen e konfliktit. Se nuk parandalohet, se nuk mbahet në monitorim. Një familje është ka shumë problematike në zonën. Pra, SPZ-ja, plotfuqishme zonës, policia, duke qenë në rast i përsëritur her pas here, edhe mendojnë sikur, pra, sepse kjo e ka shqetësuar, jo shqetësuar policinë, por her pas here ka ndërhyrë dhe për gjëra më banale. Ju kërkoj ndjesë se kam ndërhyrje tashmë drejt për së drejti në një lidhje telefonike, më duket se është një fqinje juaj. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Po, zonjë ju dëgjoj. Unë jam komshie me emrin aty. Po? Nuk do e bëj publike emrin. Po? Ajo aty ka lindur, ka ajo lagje, që i ka beku prindrit Adili dhe Saraja, prindrit e vetë. Aty ka lindur dhe në tuplak. Por ka pasur një burë, një maskara, që la në mes të rrugë me 2 fëmi, nga fshatrat e ishmi, dhe tani do kërkoj të bëj televizor shtëpie, nuk bëhet dot, sepse ato shtëpit janë të Adil dhe Nishit. Qartë. Të Svalan dhe Nishit. E kuptoj. Ajo ka bërë smos, ka rritur 2 fëmi e vetme dhe e smur. Edhe djalin e ka pas në Çipaqen, po mashallah është gërgjisht i djallë. Po. Dhe na i t'i largohen pasaj, sepse ajo nuk të shetëm. Se jemi e shtëllim hale fiskaltan. Po largohet e të qërojt e mos afrojt ma të tuk të ketë. Se ka gjitha të vajzë. Në mund t'i dalin brojtje, dhe i dhe në rrugë dhe i dhe maskoni Po pse lagja di Branve është një lagjet më të vjetra në Tiranë me shumë tradita, me shumë njerëz të mirë që jetojnë aty. Çfarë kanë me zonjën Mereme? Hajdarin e njihni komshiun se dhëndri i ka dhunuar ditën e njëjtë. Po pra, e la të iki të shqyqafor mos t'i afrohet ma. Mos t'i afrohet do që do qenë belan. I themu që aji gëzimi do gjej belan, ishë buri kësaj është gëzimi. Do gjej belan. Unë të falenderoj zonjë për këtë telefonat, me sa duket u preke Mereme dhe mos më thuaj që fqinjët nuk më duan se ja një zonjë që telefonon në mënyrë të drejt për drejt dhe të ka dalë në krahun tënd. Avokat, kërkoj ndjes, besoj se mbarove gjithë komentin tënd, gjithsesi Irena, për ta mbyllur në këto minuta pak që na kanë mbetur. Na u bë shumë qefi për këtë ndërhyrje në kësaj zonje të nderuar, edhe sa mirë sepse e pa me kanë frikë dhe të tregojnë emrat live, imagjino. Kanë frikë ta tregojnë emrin. Po, sepse gjitha i poshtrim, gjitha i denigrim shoqëror që përballet ditë pas dite zonja Mereme, ku në të vërtet meriton shumë respekt dhe shumë nderim për atë sakrificë të pashembullt që ka bërë si nën, si shtylla e vetme e asaj shtëpie dhe si një nën e jashtëzakonshme që ka edukuar 2 fëmijë shumë të mirë, ka modeluar sjellje shumë të bukura te këta, meriton shumë tepër nderim. Mua më vjen shumë keq që ky divorc i keq menaxhuar, siç e përcaktoi edhe Anila. Si nuk stopon me këtë ndarjen ligjore, po pse duhet kjo klim urrejtjeje, kjo klim për çmimi, pse duhet që të ndikosh në përshtypjet, në perceptimet që kanë fqinjët, pse duhet i kontrollosh dhe të manipulosh mendësitë e tyre kur ti po e lë të vetme, ti tashme e ke braktisur në misionin e saj prindërues këtë nën, e ke lënë pas edhe një lloj mbështetje financiare. A nuk ishte mjaftueshëm? Një nga fshatrat e Durrësit, strohesh në Tiranë, në zonën më të mirë të Tiranës. Ti kërkon edhe të marrësh
pronat, do me thënë pronat që janë në funksion të rritjes së fëmijëve, pronat që po shërbejnë për të marrë shërbimin optimal shëndetësor i birit. Janë ta baballar që nuk kanë pasur marrëdhënie post divorcit me fëmijët e tyre dhe kur shoqërojnë që fëmijët e rriten dhe bëhen zotët e vetes, atëherë lind një lloj xhelozie e tyre. Janë baballar që përballen, që jetojnë çdo ditë me anomali, me keq funksionim, që do të thotë janë baballar narcist, pra të çrregulluar psikologjikisht. Janë baballar narcist, baballar që dinë të krijojnë mjedise helmuese familjare. Po narcismi është diçka që patologji që nuk është rregullim personaliteti që ka nevojë, nuk ka rregullim, si ndonjë çrregullim tjetër. Narcist lindesh, bëhesh, por vdes i tillë. Kërkon kontroll, trajtim të vazhdueshëm për gjatë gjithë arkut jetësor. Është një baba eksaktësisht narcist. Po të dëgjosh edhe bisedën e të dyve, djali Brikeni i thotë nënës se të mbrojti fqinja. Mua më vjen shumë Briken, një shumë i mirë. Në atë energjinë e mirë që përçon. Po edhe zonja është shumë e mirë. Patjetër, i lindur dhe i mbrojtur me shumë dashuri dhe me shumë përullësi dhe me shumë butësi. Që është shumë e rallë. është shumë e rallë të ta mbrosh këtë butësi shpirti. është gjë shumë e pacmuar, sinqerisht. Edhe është bukur ta shohësh, mbroje fort këtë butësi që ke, dhe uroj që kjo gjendje të zgjidhet sa më parë dhe sa mirë që je bërë krah nënës tënde. Dhe sa mirë që ti po identifikohesh me nënën tënde, sepse e ke parë atë të vuaj, e ke parë atë të poshtrohet dit pas dite dhe të sakrifikohet dit pas dite, ndërkohë që duhet kishte marrë tjetër trajtim nga jeta dhe tjetër trajtim nga rrethi familjar dhe shoqëror. Faleminderit Iren për fjalët e bukura në këtë fund të emisioni. E falenderoj dhe avokatin, përpara se t'ju falenderoj. Briken, ke diçka të fundit për të më thënë? Dua të them, kam frikë të shkoj në shtëpi, ma i mund në dhonoj prapë. Ja, për shembull priet jatit vet, nga që i ka bë këto, ka dash me vrap vetën. E kam shtu bjerë ke pesa. E ma kanë shpotu tjere, se do të bite prija në i poshtë, prija atit ka që i po këto gjona. Zonja Merema. Po duhet tjetë një thirrje shumë e forte, Biso. Se qëfar po i bëjnë këtyre fëmijëve, qëfar dëmë është parikuperueshme. Që një policisht e shtroj spitali, do ute ke 15 kaç i poshtë, pritjatit vet ka që i po këto gjona. Ju lutem, mos t'ja përmendim, edhe në qoftë se ka kaluar episode. Ja ta përmena këte, për jatit zdo e kisha të uni. Po kemi Brikenin prezent, a i është 26 vjetë. Zdo e kisha këte, ma ka shpotu tjerët. Mirë, mblidheni pak vetën dhe ta mbyllim emisionin bashkë. Ju falenderoj për prezencën në këtë studio, do më mbani gjithmonë në koherencë me gjithë shka që do ndodhi. Briken, mos ke frikë, sepse është bërë publike gjithë shka, avokatit të udhëzoj se qëfar duhet të ndjekësh, po ashtu edhe psikologja, i bëjmë thirrje edhe njerë komisariatit numër 4, që frika jote ekziston ndaj këtij personi. Po kam frikë se mund dhonoj prapë. E vërtet. Ai është lënë i lirë dhe nuk është marrë asnjë masë. Të shpresojmë që pas apelit që bëm në këtë studio të merren masat e nevojshme për të. Dakord? Se kanë armë në përshpia. Mund të marrë armë ai për momentin, bëhet e keqe. Ato kanë armë në përshpia. Ajo tash do dalë dera unë, që të shkoj çuni me ble buk ta shoh deri fund rrugës. Ja ti bëjmë edhe një herë thirrje zotit Ajdar Memataj dhe pjesëtarëve të tjerë të familjes, por edhe gjithë komunitetit fëmijëve të zonjës Mereme në rrugën e Dibrës, ku jeton ish bashkëshorti, por edhe tek lagja e Dibranëve. Ju lutem, kur shikoni Brikenin edhe zonjën Mereme, nuk e pse merrini me ta, shikoni jetët tuaja, lërini të qetë, të jetojnë jetën e tyre se kanë shumë halle dhe shumë probleme. Faleminderit edhe një herë miq që na keni ndjekur ditën e sotme live dhe drejt për së drejtin ekranin e televizionit News 24. Kemi qenë live, mos harroni dhe në Radio News 24. Të gjithë ju që jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me dy temat që kemi trajtuar ditën e sotme, dy aktualitetet të ndryshme, një nga Fieri dhe një nga Tirana, jepni komentet tuaja në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin Me Zemër të Hapur. Aty përveç komenteve në lidhje me temën e ditës, mund të denonconi rastet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Kjo është faqja jonë në Facebookut, automatikisht shkohet edhe në faqen tonë të Instagramit.
I keni të gjitha në dispozicionin tuaj numër telefoni fix, celular, mund na shkruani në gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger, me një redaksia emisionit me zemër të hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord, të gjithë ju që nuk keni përdoruese rrjeteve sociale, apo kërkoni të dërgoni letrat tuaja, apo të vini fizikisht pranë zyrave tona, ndodhemi Lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës, pranë banesave sociale. Ndërkohë, emisionin e plotë e gjeni pas pak të hedhur në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Kjo është faqja jonë, ndërkohë bashkë takojmë në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.